Të gjitha zonat kufitare, përfshirë edhe vetë Shqipëria, pritet të përfitojë një nxitje të madhe në infrastrukturë me ndërtimin e autostradës Janin Kakavi, me vlerë 310 milion euro, ndërtimi së cilës pritet të nisë deri në fund të vitit 2025, sipas mediave greke. Sipas Ministrisë greke të infrastrukturës dhe transportit, projekti 70 kilometrash, i financuar plotësisht nga kuadri kombëtar strategjik referues i planit 2021-2027 me mbështetjen e Bashkimit Evropian, do të zgjerojë autostradën Ionia-Odos drejt veriut deri në pikën kufitare të Kakavis me Shqipërinë, duke krijuar një korridor të rëndësishëm ndërkufitar. Duke folur së fundmi për Agjencinë e Lajmeve të Athinës, Dimitris Anagnopoulos, sekretari i përgjithshëm i infrastrukturës, deklaroi se punimet në terren do të nisin së shpejti, ndërsa përfundimi pritet brenda 4.5 viteve. Projekti është teknikisht i vështirë, por do të ofrojë një autostradë moderne, e cila do të forcojë zhvillimin rajonal dhe kombëtar, theksoi ai. Autostrada do të lidhë Janinën me Kallpaqin dhe fshatrat e Zagorisë përpara se të mbërrijë në Kakavi, duke bashkuar dy rrjetet kryesore të Greqisë nga perëndimi në veri, autostradën Ioniane dhe autostradën Egnatia me Shqipërinë. Planet përfshin 6 dalje kryesore, rikonstruksion të rrugëve lokale dhe përmirësime të ardhshme në segmentin Kallpaqi-Kakavi. Punimet përgatitore tashmë kanë nisur, kontraktori është saktuar, studimet gjeoteknike janë në zhvillim dhe rishikimet përfundimtare të projektit, si dhe proceset e shpronësimeve po ecin përpara. Pas përfundimit, autostrada pritet të transformojë lidhjet në veri perëndimin e Greqisë, duke lehtësuar lëvizshmërinë, mbështetur rritjen ekonomike të krajinave dikur shqiptare në Greqi, të quajtura Epir, dhe forcuar rolin e këtij vendi si port drejt Ballkanit perëndimor.